Miqtë e mi, projekti ynë është një projekt që kërkon të ndryshoj jetën e çdo shqiptari. Po, ky projekt nisë së pari aty ku zemra e njeriut ka dhe anën e vetë më njerëzore, tek dhimbshuria, tek dashuria për njëri tjetrin, respekti për njëri tjetrin. Ndaj dhe ne kemi paketën e dhimbshurisë. Me këtë paket ne zotohemi 100 ditë e para çdo qytetar, çdo pensionisti, çdo njeriu në ndihmë ekonomike, çdo studenti, çdo jetimi, çdo fëmijë të 3 dhe të 4 në familje, do t'i vendoset minimum jetik 200 euro. Në këtë mënyrë, ne japim një goditje përfundimtare varfërisë ekstreme. Fshim në hartë e Shqipërisë varfërinë ekstreme. Rrogën minimale nuk do mund paguhet kush në Shqipëri ndën 500 euro. Rroga mesatare do t'jetë 1200 euro. Jo vetëm kaq, rrogultit, pensionistët do kenë kartën e konsumatorit dhe do marrin me 20% më lirë të gjitha gjërat bazë për jetën e tyre. Pa përjashtim. Me qindra mijëra shqiptarë sot kërkojnë ilaçet nga njerëz të tyre jashtë vendi, sepse ose nuk kanë mundësi t'i blejnë, ose se ilaçet këtu janë krejtësisht jashtë çdo lloj standardi. Zotohemi para jush këtu, Spari, Tom Doshit dhe Vilmanushit Dyllin, javën e parë u vjet Dylli. E 500 tendera fiton në vit Tom Doshi nga Edi Rama dhe nxjertohen për të ble vota pastaj. As një vot Tom Doshit, as një vot partive të vogla ta quajtura të reja, të cilat janë paterisat e Edi Ramës. Miqtë e mi, ju garantoj se në 100 ditë e para Këshilli i Ministrave të Shqipërisë do të aprovoj si listë ilaçes për rimbursim të plot atë listë që qeveria italiane ju rimburson qytetarëve të vetë. Dhe se në Shqipëri nuk do shitet asnjë ilaç që nuk shitet të paktën në 2 vendet Bashkimit Evropian. Nuk jemi zinxhin si italianët, por një ilaçe do bëhemi një. Do barazohemi me ta. Aq sa për të barazuar një ilaçe po. Pra, çfarë ndodhi? Ku do I gjejmë ne këto para? Këto para, miqtë e mi, janë, dhe ju garantoj ju, se janë edhe për me tepër se kaq. Por ne jemi 100% sigurt në këtë që premtojmë. 630 milion euro ka zhdukur Edi Rama me insineratorin e Tiranës, me përzënjën e Beketit,
me avion e ti në dispozicion, me sterilizimet, me partneritetin publik-privat të analizave, me check-upin, që të gjitha këto do u kthehen ju në rroga, pensione, ndihmë ekonomike, 200 euro.